Tahiri Leskurtaj është i ngarkuar me 10 lëndë penale nga Prokuroria Themelore e Prizrenit për veprën e njëjtë vjedhje e energjisë elektrike. Kështu thuhet në përgjigjen e Prokurorisë Themelore të Prizrenit për Kiks Kosovën, sipas të cilës të gjitha rastet janë trajtuar dhe janë zgjidhur, disa me ndërmjetësim në prokurori, e për disa lëndë janë ngritur aktakuza në gjykatë, për të cilat në 3 raste, të cilat kanë arritur të identifikojnë, ekzistojnë aktgjykime dënuese. 2 apo 3 aktgjykime. Sipas asaj që thot Tahir Leskurtaj dhe mbrojtja e tij, dhe që shihet edhe në certifikatën mbi dënimet penale të Tahirit, të cilën e ka siguruar Kiks Kosova, ekzistojnë vetëm 2 aktgjykime të formës së prerë, dënime me kusht të datave 8 mars 2024 dhe 1 dhjetor 2022. Në aktgjykimin e 31 tetorit të 2020 të gjykatës themelore në Prizren, i cili u bë i plot fuqishëm me 1 dhjetor të 2022, Tahir Leskurtaj u shpall fajtor për veprën penale vjedhje e energjisë elektrike me 18 maj të 2020. Në këtë kohë, Leskurtaj ka thënë për Kiksin që kishte pranuar fajësinë, nga se në gjykatë kishin thënë që mund të ketë probleme me vizën kroate, nga se disa javë pas kësaj seance, Tahiri do të udhtonte për Kroaci për të punuar atje. E pranoj veprën penale e cila më vihet në barë. Unë njësorin elektrik i cili është objekt i kësaj akuze për momentin nuk e shfrytëzoj. Është e vërtet dhe fakt që njësori i cekur është keqpërdorur dhe i njëjti si i tillë është në emrin tim. Pasi që është në emrin tim dhe e pranoj veprën e cila më vihet në barë, e tëra ka ndodhur ashtu siç është përshkruar edhe në dispozitiv të aktakuzës saj përket ditës, kohës dhe vendit. Por me kaq nuk përfundoi historia e Tahirit me Keksin. 59 vjeçari ndonse me 17 nëntor të 2020 filloi punën në shtetin kroat dhe që nga atëherë sipas tij në Kosovë vinte vetëm për pushime. Megjithatë, kallëzimet penale nga Keksi dhe aktakuzat e prokurorisë nuk u ndalën. Kompania Kosovare për distribuim e energji elektrike në Kosovë, në një përgjigje për Kiks Kosovën, thanë që konsumatori në fjalë ka 11 proces verbale në emër të tij për shkak të keqpërdorimit me rikthime të humbjeve të ekzekutuara. Aktakuza e radhës ishte datës 18 mars 2021, ku kjo në të cilën Tahiri thot që ka qenë në shtetin kroat, pas një viti ishte përpiluar edhe një aktakuzë tjetër e 16 shkurtit të 2022, sipas të cilës me 20 dhjetor të 2021 në shtëpinë e Tahirit kishte përfituar kundërlehtëshëm nga shërbimet e energjisë elektrike, ku kjo në të cilën Tahiri thot të ka qenë në Kroaci. Në këtë aktakuzë thuaj që në procedurën e provave është bërë shikimi dhe leximi i fakteve, ndërto edhe i një fotoalbumi. Por sipas Tahirit, në të gjitha seancat është shëtitur veç një foto e shtyllës elektrike në distancë, por që të njëjtën as avokati i tij e as Kiks Kosova nuk arriti ta siguroj as nga gjykata, prokuroria e as nga vetë Keksi. Për të njëjtën, gjykata në një përgjigje për Kiksin tha që në të 2 aktgjykimet, pasi që i akuzuari ka pranuar fajësinë, nuk është hapur shqyrtimi gjyqësor për leximin e provave materiale. Radha i erdhi një seancë dhe aktgjykimi tjetër të datës 26 janar 2024, i cili u bë i formës së prerë me 8 mars 2024 dhe Tahiri u dënua për herë të dytë me kusht. Sipas këtij aktgjykimi, Tahiri nga 8 qershori deri më 9 shtator 2021 kishte vjedhur energjinë elektrike. Në këtë aktgjykim figuron që Tahiri e pranon fajësinë, megjithatë për Kiksin 59 vjeçari kishte thënë që asnjë deklaratë e tij nuk ishte marrë parasysh kësaj here dhe ai nuk e kishte pranuar fajësinë. Kësaj Tahiri tashmë është i dënuar 2 herë me kusht për veprën e njëjtë penale, por që kësaj ende po ja shesherrin. Kjo nga se që nga gushti i nxehtë i 2024-s nuk ka rrym në shtëpinë e tij. Keksi për Kiksin përmes emailit tha që konsumatori vazhdon të jetë i shkyqur shkaku i mos pagesës së borxhit. Ndërsa Tahiri para kamerës tha që përmes telefonit Keksi i kishin thënë që ka rrym, por në terren nuk dolën asnjëherë.
Duke e parë që rastin nuk po este as gjykundi dhe Tahirit vazhdonin të i vinin akt akuza tjera, ai nisi letra kërkesë në Kesko e zyrën e rregullatorit për energji që ta pajisin me një orë matëse në pronën e tij dhe të dalin ekspertat në terren për ta parë nëse ka në të vërtetë keqpërdorim të rrymës dhe që ai është i gatshëm për negocim dhe zgjidhje meritore të ndërmjetësimit. Kesko e refuzuan ankesën e Tahirit, Keci nuk i kthyen përgjigje, ndërsa nga ZRE i thanë që nuk kanë mandat në trajtimin e rasteve që kanë elemente penale. Me 9 korrekt të 2024 nga gjykata themelore e Prizrenit, Tahirit i erdhi një akt vendimi aprovimit të marrëveshjes së ndërmjetësimit. Por që në shqyrtimin fillestar të 25 shtatorit, Tahiri deklaroi se nuk ishte i interesuar që kjo çështje të dërgohet në procedurë të ndërmjetësimit, me arsyetim se në shqyrtimin fillestar gjyqësor nuk e pranon falësinë për veprën penale për të cilën e ngarkon akt akuza, me të vetmin arsyetim se është parapagues i rregullt i energjisë së shpenzuar ndaj Kecit. Avokati Eles Kurtajt, Muharrem Kurtaj dhe vet Tahiri filluan të dërgojnë ankesa kundrejt prokurorisë themelore në Prizren e gjykatës themelore me kërkesa specifike. Të bashkohen të gjitha kallëzimet penale dhe procedurat hetimore të iniciuara nga Keci dhe të caktohet një ekspert gjyqësor i lëmis që të verifikojë pretendimet e ngritura. Së fundmi me 6 mars të 2025, pala e paditur nga Keci u thirrën në 2 shqyrtime fillestare në të njëjtën ditë për 2 akt akuza të ndryshme me të njëjtën vepër penale, vjedhje e energjisë elektrike, për akt akuzën e 12 janarit të 2021 dhe akt akuzën e 28 shkurtit të 2022. Në anën tjetër, Keci për Kiksin tha që Tahir Eles Kurtaj rëzën për herë të parë nga ekipet e kontrollit duke keqpërdorur energjinë elektrike me 3 korrekt të 2019. Por Tahiri thot që ati është thënë për institucione që nga viti 2021 ai po akuzohet që e ka vjedhur rrymën. Për 2021-ës, çështu në kanë thonë ata. Kësaj, Tahir Eles Kurtaj mbeti pa u kthyer në Kroaci, atje ku ka punuar e jetuar që nga nëntori i 2020 e deri në mars të 2024. Sipas tij dhe mbrojtjes së tij, Muharrem Kurtaj, Tahiri ka qenë në Kroaci përgjatë viteve kur është akuzuar nga Keci për vjedhje të rrymës. Dhe kjo dëshmohet edhe nga postimet e Tahirit në Facebook dhe nga dokumente që ka siguruar Kiksi nga puna e tij e mëparshme në Kroaci.